Djemtë e mi kanë ardhur në jetë shumë herët. Në javën e 28 ishte zanis në vitin 2006. Sot Turqis dhe viti jam 11 vjeçar. Kam përfunduar shkollën e mesme. Faleminderit që falni për emocionet. Kam përfunduar shkollën e mesme dhe kanë aplikuar të bëhen pjesë e Policisë së Kosovës. Behare Zeqiri është një prej mira nënave, fëmijët e të cilave të lindur para kohe, u shpëtuan si rezultati i mjekimit me pajisjet e dhuruara nga organizata Action for Mothers and Children. Kanë qenë një kohë e vështirë për mu si nanë dhe për familjen. Sot ata jam në shëndet e plotë. Sot Turqis dhe Erviti jam 11 vjeçar. Kam përfunduar shkollën e mesme. Faleminderit që falni për emocionet. Kam përfunduar shkollën e mesme dhe kanë aplikuar të bëhen pjesë e Policisë së Kosovës. Një falenderim i veçantë shkon për AMC. Beharja ishte njëra nga folësët e edicionit të nën filantropik Let's Dance të organizuar nga AMC, me që rast ndau historinë e binjakëve të saj, të cilët ishin ndër foshët e para të lindura para kohe në Kosovë, që u trajtuar me aparatet e frymarrjes me presion pozitiv të vazhdueshëm, të dhuruara nga AMC. Këtë vit, Let's Dance, një nga ngjarjet më të mëdha vjetore të AMC-s, mblodhi qindra mbështetës për të ngritur fonde për shpëtimin e jetës dhe përmirësimin e shëndetit të foshnjave, nënave dhe fëmijëve në Kosovë. Prej një ide thjesht, hajde bëjmë mirë edhe shijojmë në natë vallëzimet. Sot jemi në edicionin e 9, po është edhe më shumë se 9 vite kontribut, kur shumë njerëz janë bashku këtij misioni, edhe shumë njerëz nuk kanë ajtë anash, po kanë ardhur dhe kanë thonë a din çka, hajde të kontribojmë, bëjmë mirë, edhe mos menojmë vetëm për vetëm, po të menojmë për diçka më të madhe. Kështu që super kënaqësi, po e kujtoj edhe edicionin e parë ku i kam falendëruar kompanitë, njerëz që kanë besuar veç në ide të shkruame. Sot nuk kam veç në ide të shkruame, Let's Dance është histori. Nuk është e lehtë me organizu një event tradicional, sepse pritshmëritë e njerëzve nga viti në vetë rritën. Mirë po, me këtë Let's Dance të edicionit 9, po më duket që kemi prezantuar së pari rezultate shumë të rëndësishme të AMC-s, e pashtu kemi mbledhur më së shumti fonde prej 9 edicioneve. Sipas drejtoreshës Demiri Spahia, fondet e mbledhura këtë vit do të shkojnë në të mirë të shëndetit të nënave e fëmijëve, ndërsa tregon se gjatë tërë vitit, aktivitetet për përmirësimin e shëndetit nuk janë dalur. Kanë vazhduar vizitat shtëpiake, ka vazhduar me u bë pap testi në 6 komunat e Kosovës në nivel parësor shëndetësor. Por këtë vit e kemi dhënë një donacion shumë të rëndësishëm, i cili është mundsuar pikërisht prej fondeve të vitit e kaluar të mbledhura nga Let's Dance. Kemi dhuruar 10 pompa të insulinës për fëmijët me diabet të tipit 1, dhe kjo për herë të parë në Kosovë. Dhe pastaj ne do të vazhdojmë të avokojmë që këto pajisje të futen në listën e pajisjeve esenciale, mjekësore. Në edicionin e Let's Dance, që solli artisti Florenta Brashi e DJ Adrian Berisha, i pranishëm ishte edhe mbështetësi i palëkundur i AMC-s, Michael Gold. Ai përmes kompanisë Crimson Capital ka qenë një forcë lëvizëse prapa suksesit të Let's Dance. I'm very happy to sponsor Action for Mothers and Children because the results are just incredible. It's reduced infant mortality, it's improved the health of mothers and children, and they keep doing more and more things. So it's really an honor for me to be able to support them. E siç theksohet nga AMC, jetët e më shumë se 6.000 foshnjave në Kosovë shpëtuan si rezultat i mjekimit surfaktant dhe përdorimit të CPAP. Mbi 20.000 gra dhe çifte të reja kanë përfituar nga klasat për nëna në 18 qendra të mjekësisë familjare. Mbi 20.000 gra kanë përfituar pap teste falas në 6 komuna të ndryshme, ndërsa janë dhuruar medikamente në vlerë prej 3 milion euro. Të gjitha këto nuk do mund të ishin arritur pa meç donatorët e figurat e njohura publike, që as këtë vit nuk u kursyen duke u bashkuar eventit Let's Dance, përmes të cilit ngriten fondet. Kom qenë edhe më herët, është një kauzë shumë e mirë. Kauza që sheti ka fillu, dhe me thonë, prej nanës që ka pas 2 fëmijë, binesh, unë jam nanë që kam vetë binesh, edhe instinktivisht dhe me thonë ka
ka shpreh dëshira që me kam pjesë e kësaj kauze. Sonte ka qenë një festë shumë e mirë, ma e ëmbël, ma e shyreshme që thoi. Po shortën e ka doktoresh, mjekësi familjare, është mjekë që punon me fëmijë dhe e di sembe që nuk shkenë funksion me një, mirë po shumë edhe e ato që më tonë djenjat, qonet për fëmijë. Ky edicioni Let's Dance vendosi rekord duke mbledhur mbi 40.000 euro në mbështetje të programeve të AMC-s. E më e bukura është se një ide në letër e para 9 vjetëve u konkretizua dhe po vazhdon me misionin për të shpëtuar jetë.